Presidenti Bamir Topi dhe kreu i delegacionit të Komisionit Evropian në Shqipëri Ettore Sekui kanë apeluar për dialog politik midis forcave politike për të reformuar sistemin e imuniteteve dhe të mos bëhen pengese këtij procesi. Në konferencën organizuar nga Euralius për sistemin e imuniteteve, Topi dhe Sekui kërkuan që zyrtarët e lartë, pavarësisht lirisë që gëzojnë, duhet të japin llogari për veprimet e tyre. Politikan, gjyqtar dhe zyrtar të lartë, për shkak të kësaj mbrojtje kushtetuese tyre ndihen të pakapshëm nga forca e ligjit. Imuniteti nga një institut i vendosur për të siguruar ushtrimin e lirë të detyrës dhe mandatit dhënë, shpeshherë është kthyer në korracë mbrojtëse të papërgjegjshmërisë dhe të korrupsionit. Si gjithë ky proces duhet parë dhe duhet konsideruar si një sfidë e përbashkët e të gjitha partitë parlamentare dhe për këtë kërkohet një vullnet i përbashkët që në planin politik të përkthejë në një konsensus për realizimin e kësaj reforme të domosdoshme. Immunity is to be understood in the right terms. Imuniteti do të thotë që zyrtarët dhe gjyqtarët të kenë lirinë e tyre për të punuar dhe qenë të pavarur, por duhet të japin llogari kur ka shkelje. Lufta ndaj korrupsionit duhet të intensifikohet në të gjitha nivelet. Dua të theksoj se kjo është një çështje mjaft e rëndësishme dhe ka nevojë për bashkëpunim nga të gjitha forcat politike, sidomos në fushat e sundimit të ligjit dhe në një kontekst të tillë duhet konsultim. Unë kam besim se diskutimet e sotme do të çojnë përpara procesin e reformimit të imuniteteve. Reformimi i sistemit të imuniteteve është mjaft i rëndësishëm për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian dhe kjo duhet bërë në radhë të parë për interesin e qytetarëve shqiptar. Duke sjellë në vëmendje faktin se imuniteti është kthyer në pengesë për gjykimin e zyrtarëve të lartë të korruptuar, presidenti Topi kërkoi që parlamenti të nisë punën për reformimin e sistemit të imuniteteve. E konsideroj shumë të rëndësishme që të gjendet sa më parë gjuha e përbashkët për të evituar që mosmarrëveshjet politike të pengojnë apo të ngadalsojnë diskutimet për reformimin e imuniteteve. Në pikpamjen praktike, vlerësoj se është e nevojshme që kuvendi, nëpërmjet Komisionit të ligjeve apo çfarë tjetër forme organizimi, të fillojë menjëherë nga puna që në dritën e reformave kushtetuese që kanë kryer vende të tjera në këtë drejtim, si edhe të rekomandimeve të paraqitura, të propozojë ndryshimet e nevojshme për reformimin e imuniteteve në Shqipëri. Lufta ndaj korrupsionit dhe reformimi i sistemit të imuniteteve është një nga 12 kriteret që duhet të përmbush vendi ynë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian.